Kur jemi të destinacioni egzotik, tregon pak për Zanzibarin. Zanzi jëm kënaq, nëse është një destinacion për fëmijë, familjar që leka do me thonë, hala sot e përmend me shku. Çka ka pas në Zanzibar, çka që lekën e ka përmbush edhe ka kalu mirë? Hoteli ku kem qenë mas pari ka pas shumë aktivitete edhe për fëmijë. Pjesa e bazenit edhe plazhës u kon shumë ma e mirë edhe për fëmijë. Kena shëtit shumë sa kena nejtë në Zanzi. Të edhin që një 3-4 aktivitete i kem planifiku, edhe çdo aktivitet që kemi bo me lekën i ka pëlqy, për shembull shku me nutu me delfina, te Masai katona në çush mi thonë fshatin e tyne. Çdo sen i kalon shumë përshtypje, po që më kalon mu mas shumë të përshtypje në Zanzibar, që ndoshta asnjë shtet nuk e ka pas, është zemra e njerëzve që jetojnë atje. Do me thonë, janë popull ekstrem i butë, ekstrem i mirëpric. To e marrë parasysh kushtet në të cilën ata jetojnë, në hotel, jashta hotelit. Prej momentit që kena mri në dogan, jënë kanë, do me thonë, super cjellshëm edhe shumë të butë me neve. Çdo kërkesë që e kemi pas e kanë realizu biletën upgrade. E kemi pas dhomën shumë nice, na kanë çu me një villë me bazen privat, ajo kanë, do me thonë, edhe ajo eksperiencë tepër e mirë, që ato knash leka krejt. Ushqime, traditat e tyne mund kalon do me thonë shumë përshtyp. Në Zanzibar duhet njeri me dalë pri hotelit edhe me pa çka ka për rreth. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.